Territori i Kosovës për datën 22 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me rreshje shiu në disa zona dhe vranësira të shpeshta. Paraditja do të ketë alternime mes vranësirave dhe rreshjeve, ndërsa pasditja vijon me rreshje shiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:36 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:32 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 3 deri në 11 gradë Celsius, Podujev 3 deri në 10 gradë Celsius, Skënderaj 4 deri në 11 gradë Celsius, Pej 3 deri në 9 gradë Celsius, Prishtinë 2 deri në 10 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 13 gradë Celsius, Malishev 3 deri në 12 gradë Celsius, Gjilan 3 deri në 12 gradë Celsius, Ferizaj 4 deri në 11 gradë Celsius, Kaçanik 3 deri në 10 gradë Celsius, Suharek 3 deri në 13 gradë Celsius, Prizren 3 deri në 11 gradë Celsius,